pastrojmë kuzhinën, të gjitha dhomat e tjera i bëra, edhe mbeti kuzhina tani për të pastruar, e cila dua të them që është një nga dhomat më të vështira, edhe bëne një çiknami aty, por të paktën nuk ishte shumë keq. Pse? Se burim nuk gatuan kur nuk jam unë në shtëpi, edhe që kështu do të thotë se kuzhina përveç se kishte pluhur edhe tymë, të gjitha të tjerat ishin okay, si që lash unë. Tani këtu kisha për të larë edhe disa pjatat që bëm neve, duke ngrënë mëngjezin edhe duke përgatitur drekën, por të tjerat i kishte larë buri, nuk mund ta akuzoj kot, jo. I bëri të paktën këto dy gjëra që ishin për të bërë, kur hante ndonjë gjë në shtëpi të lehtë, që porosiste nga jashtë, jo se gatuante siç u thashë. Lavatriçe tharse rrobash nga 10 ditën, siç u thash edhe tek video e parë. Unë jo se pura shumë rroba, nuk sholla shumë rroba kur isha me pushime, se nuk isha marr rroba, se vishja të Evës, por sido që ta bënin ndërrova çarçafët, peshqirët të gjithë që kështu duheshin larë të gjitha këto me radhë, edhe disa rroba që nuk i kishte larë burri. Gatova aty karkaleca deti, salmon edhe oris për ditën e parë, që është gatimi shpejtë, edhe nuk do shumor, se me të gjithë këto punë nuk mund të bësh edhe gatime të vështira. Tani po i vendos në anë se na mbetën këto. Shifemi së shpejti.